Jo, as që e kemi thënë se dalim për qeveri, as që e kemi plan të dalim për qeveri. Bazuar në gjithë vorbullin e zhvillimeve të fundit dhe deklaratave të dhëna, Arben Taravari u pyet se apo del nga qeveria, mirëpo ai në mënyrë të prerë thotë se nuk e ka ndërmend të bëjë një gjë të tillë. Nga qeveria thotë se nuk do të dalë, por e pranon se ka pak kënaqësi të qytetarëve për funksionimin e Vlenit në qeveri. Mirëpo njëkohësisht thotë se nuk ka pak kënaqësi të qytetarëve për funksionimin e plotë të qeverisë. Kur e them prej Vlenit, nisem çdo herë prej vetes. Pas ne shkojnë tjerit, se ka një farë pak kënaqësie prej funksionimit të Vlenit brenda qeverisë, kjo është fakti pa mohush. Se njerëzit janë të kënaqur prej funksionimit të qeverisë dhe ky është fakti pa mohushëm, kështu që unë mendoj se desinkronizimi ynë brenda Vlenit, mendoj se është problemi kryesor dhe na duhet sinkronizim më i mirë. Megjithatë shprehet se nuk ka gjasa të braktisë as Vlenin, e në pyetjen se a është më mirë që koalicioni të ketë vetëm një kryetar, ky i duket opcioni mirë. Mendoj se edhe mund të ishte opcion shumë më i mirë, po tash deri në zgjedhje lokale ky është misioni i pamundshëm, mbas zgjedhjeve shohim e bëjmë. Përderisa shpreh pakënaqësitë e tij për Vlenin se janë shumë të desinkronizuar, për kryeministrin Kristian Mickovskin Taravari flet me shumë kujdes. I pyetur për zhbllokimin e eurointegrimeve dhe votimin e ndryshimeve kushtetuese, ai thekson se kryeministri ka shumë të drejtë për kushtet që i kërkon dhe se ndryshimet kushtetuese ose fillimi i negociatave nuk bëhet pa dakordimin e VMRO-DPMNE dhe popullit maqedonas.